Vllaznia do të nisë kampionatin e ri duke pritur Kuksin në stadiumin Loro Boriçi. Ky është verdikti i dalë nga shorti sotëm i hedhur në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Në këtë mënyrë është plotësuar dëshira e shkodranëve për të patur ndeshjen e parë në Shkodër, në mënyrë që të luanin aty ndeshjen e parë në stadiumin e ndërtuar së fundmi. Megjithatë, përveç realizimit të kësaj dëshire, verdiktet e tjera të shortit nuk kanë qenë shumë të pëlqyeshme për Kuqeblut. Natyrisht që vështirësia e shortit është e madhe. Në 7 shtator ato do të presin në Shkodër kuksianët, të cilët e nisin si pretendent sezonin e ri, ndërsa pak ditë më vonë, në kuadrin e javës së dytë të kampionatit, vllaznia do të udhëtojë drejt Elbasanit për të luajtur atje me Partizanin. Ndërkohë në javën e tretë do të jetë flamurtari mysafir në Loro Boriçi, ndërsa në javën e katërt djemtë e trajnerit Cungu do të luajnë në Tiranë me Korabin debutues këtë sezon në Super League. Kjo mund të jetë vetmja frymëmarrje për ta, sepse një javë më vonë do të duhet të presin në stadiumin e tyre kampionët e Skënderbeut. Më pas skuadra shkodrane do udhëtojë drejt Ballshit për të luajtur me luftëtarin, ndërsa pak ditë më vonë në kuadrin e javës së 7, vllaznia do të presë në fushën e saj Laçin. Edhe një javë më pas ajo do të ketë sërish një ndeshje në fushën e vet, këtë herë duke pritur Teutën e Durrësit, ndërsa faza e parë e kampionatit do të mbyllet me takimin Tirana-Vllaznia. I pranishëm në hedhjen e shortit si përfaqësuesi i klubit shkodran ka qenë administratori Astrid Gjyrezi, i cili natyrisht që e ka konsideruar të vështirë këtë kalendar, megjithatë skuadra duhet të përgatitet mirë për ta përballur ashtu siç duhet atë.